Ata që erdhen pas lufte, ishin 20-30 vjeçar, ata u treguan xhelat dhe bandit ndaj shqiptarëve. Por edhe Edi Rama, erdhi në politik në të 30-tat e tij. Mirë po, u lidh me njëherë, me krimin, me trafikantët, nga të cilët nuk u nda kur. Dhe aq sa ka të gjatë trupin, aq ka dhe dorën për të vjedhur. Le të marrim drejtorët e bashkisë, të 5 dësh, djemë të rria ata, që villnin 100 milion taksat qytetarëve të Tiranës dhe së bashku me qeveritar ndërtonin hotelet më të kushtueshme të Shqipërisë. Pra, miq, nuk është i rëndësishëm mosha, është i rëndësishëm karakteri, nderi dhe digniteti i personit. Nuk ka më të rrezikshëm se ata të rinj që janë të çmendur mbas paras, mbas pasurimit të paligjshëm, mbas përvetësimit të pasurive tuaja. Nuk ngopen kur. Ndaj dhe zgjedhjet janë për të ndarë me ta. Por nga ana tjetër, theksoj këtu se politika nuk është si teknologjia. Teknologjia ndron, ndaj dhe ndrojnë dhe telefonat. Politika është e vjetër, është mira vjeçare, është arti i ndikimit mbi njerëzit dhe i përmirësimit jetës tyre. Njeriu është njeri. Ata që tentuan të krijojnë njeriun e ri, ata përfunduan në kalendat e historisë. Por në gjitha kohrat, njeriu i qytetëruar, që kur ka dal nga primitivizmi, ka mbetur njeri i virtuteve, njeri i integritetit dhe identitetit njerëzor. Ndaj dhe sot, i them Edi Ramës, e vërteta është se çdo minutë që kalon jetë tepër në pushtet, 11 maj po vjen dhe do marrish përgjigjen që meriton. Unë e kuptoj që ai do të vjedh prap. Unë e kuptoj që ai nuk ngopet. Por shqiptar do i thonë në 11 maj, mjaft, është radha jon, ndryshim.